Rrisë më shumë pensionin me fitimin e zgjedhjeve. Pensioni ka rritur Enver Hoxha. S'kem nevojë për ta që flasin me Sali Berisha më shumë. Enver Hoxha s'është më. Ajo ka marrë pensionin e Enverit. Po nëse do rritet ti do e refuzosh pensionin? Nuk kam nevojë hiç, kam 400.000 lekë. Enverit? Kam nevojë hiç. Sa i keni pensionin? 380.000 lekë. Nëse u bëhet 600 do e refuzoni pjesën tjetër? Po lera 600 kur shkojnë varë, kush do bëjë 600, këta do bëjë 600.000 lekë. Ata të gënjejnë gjithë me Gjesalin. Sa duhet jetë një pension që të përmbush gjitha nevojat? Kurdo? Sa duhet jetë një pension që të përmbush gjitha nevojat? Sipas arsyes. Sipas arsyes. Kur ke shumë, argjosh shumë. Kur ke pak, argjosh pak. Kush mendoni që fiton zgjedhjet? Numër 5. Po pse keni numrin 2 aty? Kurdo? Ishte një shok edhe... E, Ja pas ka lënë shoku atë. ne ka lënë madaj mua një. Jeni kënaqur me punën që Rama ka bërë? Po dhe diku mirë. Dhe diku mirë. A mendoni se në një mandat të katërt ai do punoj më shumë? Pa tjetër se të shkojnë në Europë. Të shkojnë gjithë Europën në Shqipëri. Nuk i thosha ka, të shkojnë Europë në Shqipëri. Të bëhet antar e Europës, të bëhet 27 vendet që janë, të bëhet 28. Europa ka shumë kushte. Faleminderit. Përpafshim ditën e mirë. Bestim që mund të rrisë pensionet nëse fiton zgjedhjet. Tek Berisha apo tek Rama? Te qeveria, po secila se di. Jeni kënaqur me rritjen e pensioneve që është bërë deri tani? Të më falesh, po unë nuk jetoj këtu. Dhe kam 10 vjet. Keni votuar nga diaspora? Kam 10 vjet që nuk marr pensionin këtu se jam në përgjigje se nga ato marifetet e politikës. Kështu që ç'të them unë tash, për mua asnjëri s'është. Sepse derisa njeriu e mat me personale. Unë për vete vuaj 10 vjet, vi nga Amerika, shkoj në gjyqje, nuk marroj punë, gjyqi shtyhet dhe tani thanë rradha mund të bjerë mas 6 vjeç. Pra unë kam vdek atëherë kur të marr pensionin, ç'vlerë ka. Të më falni po. Edhe është koha jashtë asaj çka kam unë, është koha për ndryshim real, jo riciklim. Dhe atë ndryshimin real duhet ta gjej populli. Po partitë e vogla që janë, partitë e reja. Aty kam besim. Unë, nëse do votoja një nga ato dy type, po jo të dy balozat. Balozat e kanë vëra Gjergje Lezalin. Nuk mund të vazhdojnë me të falni, se e flas me shpirt, sepse më dhimbë, se pavarësisht se vetë jam bukuria atje, po kam gjithë njerëzit këtu, kam gjakun, kam popullin, kam vendin, kam... Çfarë pune keni bërë? Inxhinier gjeolog, që prapë kam punuar nën tokë, 1000 metra nën tokë dhe 2000 metra në sipërfaqe dhe nuk marr pension se kur ika unë, doja dhe 5 muaj të plotësoja moshën, plotësova dokumentat për sigurimin shoqërore dhe më thanë që lej një prokur dikuj, një shokutat, vit marri librezën kur të moshësh moshën. 40 vjet të inxhinier, e më kupton? Dhe kur vete ky shoku atje për të marrë atë librezën, i thonë, po pse s'ka ardhur vet? Ky shkreti harroi, tha, është në Amerikë. Po si ka letër në rregull. E ne filloi. Ja unë vuaj tash. Ka ardhur gruaja vit për vit, tu marr me këtë punë nuk e zgjidh dot. Nga një gjykatë tjetër, shkallë më lart, zbrit poshtë. E po kështu s'bëhet vendi. Atje kam dalë në pension, vajti që unë i morin telefon, musha ato pikët, morin telefon, babi im tha i ka plotësuar. Po tha, mas 3 ditë të vi, bjeri kartën e identitetit, edhe plotësova 2 formularë, mas 3 ditë merr lekët në bankë. Ja kjo është diferenca. Atë duan njerëzit. Është bërë deri tani? Ja ju jetoni këtu, është arritur kjo. Thonë online, po njerëzit thonë unë nuk futem dot me i Albanian. S'ta hap, ja të fut muzikë, po unë për muzikë s'jam keq, muzikë ka rock, sa të dush andej. Të më falni, se. Faleminderit, ditën Po e mirë. na dhem shpirti për vendin. Dhe duam ta shohim sa më mirë dhe sa më shpejt. Për bezën tuaj se ne i mbaruam ato faturat tona vdojnë. Ç'më mendoni se do Unë ja... për i Romës nuk pres mo. Kom prej 12 vjetë, e nësë nuk pres mo. Një herë do të shkojoj Berishën, pastaj do i qohem edhe Berishës. Se nuk qohem për qevë, për halë, me 135 lekë nuk jetohet, o vetëm hilacet marë. Një lëtura qav djalit, gocës,
Është në turë për mu dhe që të bi qafë njësë, kom punuar 20 vjetë. Pa ne për këtë punë, mos më pyet se unë për i Ramës se kom hek shpresë. Faleminderit. Mirupafshim. Shumë pensioni nëse vjen në pushtet. Rama apo Berisha? S'po të kuptoj. Pensioni, kush do të arrisë më shumë nëse vjen në pushtet, nëse merr qeverinë? Po, Rama me pasken i kishte shumë pensionit se ka 12 vjet ka ne kryetar bashkie, edhe 12-24 vjet nuk i ka lujt pensionit. S'ka se si me i shu pensionit ai si ka sen detyrë edhe nuk i ka ngri. Keni besim që Berisha do fitoj zgjedhjet? Po si. Ne kena, besim. Mendoni se do mbaj pentime që ka bërë për minimumin e etik të Besim. pensionet? Me 1000%. I ka arë koha, o me ba detyrë, o me maru të gjithë sukurina. Nëse opozita vjen në pushtet, do doni të ishte Berisha kryeministër apo një figurë tjetër? Ai që është i zoti si fiton, do të rrinë edhe kryeministër për të ardhmen e vendit. Sa mendoni unë se duhet të jetë pensioni minimal për të plotësuar gjitha nevojat e një pensionisti? Pa, pensionisti duhet me i pas 400.000 lek, 450.000 lek. Do t'jetë. Po si pat 450.000 lek janë çmimet shtret. Nuk po vim rreth, tu na animu fëmija nga jashtë e anë, edhe ato hanë dynjan me fitu i lek. As njeri, as tjetri, thesi është bosh. Të gjithë kërnojnë se thesi është plot, po thesi është bosh. Gënjejnë të gjithë. Në 100 premtime, vetëm 1% mundet të realizoj. Të gjithë gënjejnë si dera. Keni besim që do rritet pensioni pas zgjedhjeve? Do rritet në qoftë se do përson një pak të një 2 milion vetë në Shqipëri. Pa 4 vetë që të punojnë, që të furnizojmë një pensionist, nuk ngrihet pensioni. Mos u mostroni që thonë këto, jo do i marrim këtu, jo do i marrim atë. Nuk ka. Pensioni merret vetëm nga vetmja rrugë, nga sigurimet shoqërore që paguajnë ato që punojnë. Mos u mostroni. Mos u gënjeni se këto janë mashtruesa të gjithë politikanët. Sa mendoni unë se duhet të jetë pensioni? Por nuk mendoj fare. Ore edhe 600 jetë për ne nuk dalin. Po këto gënjejnë të gjithë. Sepse ne ko fushate vetëm gënjet. Gënjen Trumpi. Kush të gënjej më shumë? Kush gënjej më shumë? Sigurisht më shumë gënjen ai që s'ka asgjë në dorë. Kush mendoni se do i fitoj këto zgjedhje? Po, kush do i fitoj? Po ai që i ka fituar gjithmonë. Ai që ka mashtruar më pak, ai që ka mashtruar më shumë, ë? Për këtë do voton. A vota është sekret. Këtu mos na. Faleminderit. Ti kujtoj ja për sa më thuaj. Vim pushtet, mendoni se mund të bëjmë më shumë për pensionistët? Marrë vesh fort se sharthe. Kush nga partitë do të arrisë më shumë pensionin? Gjithë e kanë rrit pensionin, për kanë rrit ka pak, jo ai sa duhet. Berisha ka thënë që nëse vjen në pushtet, Se pensioni do jetë mbi 200 euro. si ai që ka shumë, si ai që ka pak, rritet pensionit, duhet rritet pensioni, ata që kanë pak, duhet rritet i qik më i veçantë, se ata që kanë, se ka që marrin 500.000 lek, 600, 700, 1 milion. Unë marrë 200.000 lek, nuk i marrë 200. Hala, kështu që pensioni, atë për i dobën e grehet, pensioni grehet 4-5.000 lek. Sa do të jetë pensioni që të përmbushë ju nevojat? Sa vite? Sa duhet të jetë? Sa lek duhet të Sa jetë? duhet jetë? Unë kam pas marrë 6.500 lek, duhet të kem 650.000 pensionin. Kam pas marrë 6.000, kanë qenë mjeshtër ndërtimi. Kam punon disa vene, me ushtrije, me në rezervë shtetje, me krejt duhet të kem 6.500 lek, kam pas rogën. Edhe sot nuk hala jam bërnot ka pensionit. Jam i bërnot në i pjesë. Se që kemi dalë shpet. Që thash, Berisha ka premtuar që do të jetë 200 euro. A mendoni se ky premtim është i mjaftuar? Po çfarë janë 200 euro, nuk janë gjë. 200 euro, 200.000, ata që i kanë pensione 100.000 lek, ma ju gënjet ashtu, po 200 euro nuk janë kështë di çfarë. Prap. Se aty është në euro me lekun tonë. Faleminderit. Nga partitë që mund të vinë pushtet, mund të bëjmë më shumë për pensionistët dhe të rrisë pensionet. Pensionistët në adeni ratë, pa i së s'mërë më të në pensionistë e burë.
Berisha dhe Rama të dy kanë premtuar që me ardhmën e pushtet pensionit, Rama do të arrijë pensionin ose është sa Berisha ka premtuar. E fitoj që më ram. Qa fol? E fitoj. Te kush keni më shumë besim? Te kush keni më shumë besim që do të rrisë pensionet? Për çka? Për pensionet, kush do të rrisë? Po çka ka hirë ty të pensionet? Që ta plesh, au kanë rënë qaf, ju keni hallin e pleshë, keni hallin e rinis, më punoni si gjinja, marrni plesh. Qështu? Shkoni me lulla ndore, keni hallin, nëse u kem zonë dirën, na kem pensionin tonë, na kem Jeni fëmin tonë, kënaqur me pensionin që merrni? po shumë i kënaqur. Sa ke dhënë merë? Pensionin e kom, fëmin e kom, ka u bjem në qafë, nuk jem na. A do doni që pensioni juaj të rritej më shumë? S'kam nevoj me ma rritë ma hetë, që kam të rritë në bërë. Faleminderit.